Kur sa shkoj te familja, jam vjera mban problem. Kur vjen s'më flet edhe pse shkoj rrallë. Aleikum salam rahmatullah. Problem kjo çështje çush më bën. Ti nuk duhesh me vetë vjerën për me shku ose jo te prind. Parimisht duhesh me u konsultu me burrin tan. Veç me ata. Pastaj pse ajo ban problem, ti vazhdo udhën tonë, mos fal fare me ta. Të kuptoj se natyra njerëz është që dikur pëlqet dhe nervozohet, po mundo, mos më marr me ta. Kur kthehesh e s'flet, mos i fal edhe ti. Lejohet mos me i fol. Krye një shërbim, qetja një kafe ose një çaj ose një bukë, po mos i fal. Deri të lëshoj ajo pa. Nëse nuk lëshon, mos lëshoj edhe ti. Ose thjesht thuj, selam aleikum ose mirëmëngjes. Edhe le me çaq. Ditën mos bën muhabet me ta. Një ditë e dy, e një javë, e një muaj e dy, kur ta sheh që ti ke ngul kam, edhe si tu tërhiqet ajo. Po flas gjithmonë nëse ajo s'ka arsye. Po flas mbas pyetjes tane, nëse ti e tu mshef diçka tjetër përgjithësia mbetet te ti. Nëse ti e tu bën veprim që e dhënon vjerën, përgjithësia mbetet te ti. Ne jemi tu fol mbas asaj që po lexojmë pyetjen tane. Nuk jemi mos sjell keq me vjerat. Por edhe jo me prunë deri aty punën që njeriu famës në këtë rast nusës më u ngushtu dynjaja, më u ngushtu shtëpia e burrit, mos më dash me shku te shtëpia e saj që në fakt është e saj, do të thonë shtëpia e burrit është e saj. Te fëmijët e vet që ka kriju familje, ëndron me pas një jetë lumtur aty me bë fëmijë, me rrit ata fëmijë. Për shkak të vjerës, pse? Pse po shkon ti te nona jote. Andaj është problem me dhënë përgjigje konkrete për çdo rast të kësaj natyre, por mu mundu me parafru muhabetin sa të mëjmë. Allahu na ndihmoft.